Gurët që shënojnë Thesarin. Për sa kohë që bota qëndron pa lëvizur, gurët në këmbë kanë një vend të rëndësishëm në jetën njerëzore. Gurët janë dokumentet më të qëndrueshme që hedhin dritë mbi historinë. Sidomos të krishterët, besimi te gurët shfaqet pothuajse në të gjitha strukturat. Ka besime të ngjashme si shenjtërimi i gurit dhe krijimi i pyetjeve prej guri. Kur dilni në fushë, çdo gjë është gur dhe shkëm për ju, por ka disa prej tyre që janë plot me sekrete. Nuk është e mundur që gjuetarët e Thesarëve të arrijnë një rezultat nëse enden në përfushë pa e ditur se cilët gur janë sekret. Gurët që gjuetarët e Thesarëve duhet t'i kushtojnë vëmendje. 1. Guri vari. Ky është modeli më vendimtar i gurit. Në fakt, nuk është asgjë fare. Thjesht krahasohet dhe lihet. Zakonisht përqafohet me figurat e kafshëve. Ndonjëherë krahasohet me një amulli, por nuk është një hajmali. Ndonjëherë lihet me majën e saj shkëmbore lartë. Ju mendoni se është e natyrshme në fillim, ju thoni jo, nuk është, ju e lini me një rrjedh mes 2 viteve. Ky është në fakt një gur vari, shumica e shenjave të Thesarit, skicave dhe dokumenteve e kanë këtë gur, por askush nuk e di, por ky është guri më i afërt me Thesarin. 2. Guri i zi. Është një model guri që konsiderohej i shenjtë duke filluar që para krishterimit dhe duke përfshirë në periudhat në vijim. Nëse gjeni një gur të zi që nuk i përket atij mali, mos harroni të shikoni nën të së pari dhe pastaj rreth tij, nuk keni nevojë të kërkoni ndonjë figurë relievi të skalitur mbi gurin e zi. Ai është vetë shenja. 3. Guri i bardhë. Është i lidhur me shpirtrat dhe talismanët, zakonisht është në vendet e adhurimit, madje edhe në disa ndërtesa, qëndron pak i tejdukshëm dhe respektohet nga puthja. Në fushë, ka guralec që nuk i përkasin atij mali, nga mendoni se ka ardhur ky gur. Fakti i çështjes është se është i bardhë, jo guralec, qoftë ai i kaldrëmit apo i bardhë nga grupi tjetër prej guri, është në fushën e interesit të gjuetarëve të Thesarëve. 4. Arcustone. Është gur i koronuar, shqyrtohen anët fundore dhe fundore të hullive. 5. Guri i lak. Ky quhet edhe guri i ujitjes, ndodh në shatërvane. Nëse ka një Thesar në këtë shatërvan, ky gur e di dhe ndodhjen e tij. 6. Wellstone. Ndodh në brykën e fuseve, Tolani është bërë për t'u përshtatur, quhet guri i luajtur, kujdesuni për të. 7. Guri i këmbës. Gurët e këmbëve të bëra në hapin e parë të shkallëve janë gjithashtu të mirë, shikoni në fund, disa para mund të merren. 8. Guri udhëzues. Ky është një nga gurët më efektiv, struktura e gurit nuk është e ndryshme, mund të jetë nga çdo gur. Kur të gjesh gurin udhëzues, duhet ta lexosh këtë rajon si një hartë. Guri udhëzues është një hartë tjetër e rajonit. 9. Guri i malit, guri i ndenjëses, guri i ndenjëses, guri i strallit, guri i furrës, guri i dëshiruar, guri i altarit, guri që nuk i përket atij mali që hasni në fushë. Këto janë të gjitha grupe guri që janë të rëndësishme për gjuetarët e Thesarëve. Gjuetari i Thesarëve duhet t'i njohë këta gur ndërsa bën kërkime sipërfaqësore. Gjuetari i Thesarëve, i cili nuk di për këta gur dhe gur që ne nuk mendojmë dhe nuk shkruajmë këtu, largohet vazhdimisht në vend që t'i afrohet Thesarit. Gur të tjerë më të rëndësishëm për gjuetarët e Thesarëve. Guri i harkut, guter, guri i pusit, guri i luajtur mjaft i madh për t'ju përshtatur toles në grykderdhjet e puseve, guri më i ujitur, guri i brumit në shatërvane, guri i strallit në mëshjerë, guri i këmbës i bërë si hapi i parë i shkallëve, guri i malit, guri i bukës, guri i dëshirës, guri i verdhes, guri i kërthisës, guri i musalla dhe guri i altarit në Vareza janë ndër gjërat e para që të vinë në mendje. E gjithë aventura e jetës dhe historisë shihet në sekretin e gurëve. Gurët, të cilët qëndrojnë të palvizshëm për aq kohë sa bota qëndron, janë dokumentet më të qëndrueshme. Sepse veprat e krijuara duke formsuar gurët dhe gjurmët e gdhendura mbita nga duart e njerëzit janë ura të ngurta nga e kaluara në të ardhmen që hedhin dritë mbi historinë. Kur shqyrtohen besimet rreth gurit në kultura të ndryshme të Anadolit, guri ka një vend të rëndësishëm në kohët parahistorike.
Guri, i cili përfshihet në kulturat e qytetërimeve që jetonin në Anadol dhe ndërmerr funksione të rëndësishme, ka qenë gjithmonë i pranishëm me hititët dhe kulturat e mëvonshme në Anadol. Guri Havaj, i cili besoi se ishte i shenjtë me hititët dhe gurët e quajtur Hava, gurët në Anadol u përdoren në kuptimin fetish. Dihet se perëndesha Nën Kybele, e parë në Prygias, fillimisht ishte e lidhur me një gur meteorësh. Disa gurë, të cilët besohet se lëshojnë disa efekte në rrethinat e tyre, u quajtën gur talismanik në kulturat e qytetërimeve të lashta. Besimi në shkopin magjik lidhet edhe me këtë temë. Këto shkopin janë një mjet prej guri që tërheq, mbledh dhe transformon disa energji. Ka tregime të ndryshme se një nga këto shkopin magjik, që u pa për herë të parë në Atlantis dhe më pas në duart e iniciatorëve në Egjipt, u pa për herë të fundit në profetin Moisin. Duke vizituar gurin nga praktikat që lidhen me disa gur që besohet se janë të shenjtë dhe rreth të cilëve thuhen legjenda, bëhet në formën e ecjes rreth tij, prekjes së gurit, fërkimit të tij mbi trup, puthjes së gurit, bartjes së sipërme, ruajtjes së tij në shtëpi, marrjes së tij nga vendi i tij dhe lënies së tij aty ku është marrë pas një periudhe të caktuar kohe, etj. Më e rëndësishme nga motivet mitike që lidhen me gurin është shndërrimi në gur.